Kam bajt fjalimin tim. Kur më është propozuar fjalimi im, kam thënë që unë do baj fjalimin tim edhe keni parasysh që fjalimin tim mund edhe mos t'i pëlqej linjës disave, se nuk do t'jetë në atë eventualisht në linjën e fjalimeve tjera që mund t'jenë. Pata pak më tepër fat sot, sepse edhe ato çfarë ishin fjalime rrotull, sidomos zonja tabaku nga mbrapa, ishte pak a shumë në të njëjtën frekuencë. Por natyrisht Sali Berisha po ju ndërpret ju. Në të pakufishme, ju, qytetarëve dhe qytetarëve, burrave dhe grave, të rive dhe trejave, që sot me 20 shkurt përsëritet në një formë apo një tjetër 20 shkurtin e vitit 1991. Natyrisht, në qoftë se shtatorja satanit ndodhej në pjedestalin e saj në sheshin Skënderbeu, busti i pasardhësit të tij, busti i gjallë, nuk ndodhej as në Shqipëri. Por kjo nuk pengoi ju për të dëshmuar vendosmërinë më të madhe. Kjo nuk pengoi ju për të përballë dhëm për dhëm me fallanga krimi që përdoren të gjitha mjetët e paligjshme kundër kryengrysve paqësor. Projekti tyre, plani i tyre u gurzi për të krijuar gjakderdhje, përsëri sot u shpalos duke qelluar në ballë kandidatën për deputetet Partisë Demokratike Senada Mehmetin, një demokrate e flakt, e vendosur. Ju pat të tjerë u qelluan pas koke me bombulat e gazit me nishan. Ju pat se si u përdoren bombat tymose me acid nitrik helmus, si u përdoren bombat shurdhuese vetëm e vetëm për të akuzuar opozitën, si u përdoren pra ato mjete që përdoren në pozicione luftarake me palë armike. Senada. Ja. Por sot, për shkallëzimi i Edi Ramës kundër opozitës ka qenë i pa precedent. Sot, kriminal me uniform kanë hedhur bomba tymose dhe bombula gazi në teritorin e Partisë Demokratike. Sot, Edi Rama ka ndërmarrë një akt të pashembullt. Ka sulmuar selin e Partisë Demokratike si një hakmarrje ndaj kryengrysve paqësor. I jap fjalën nderit se në rast se guxon të sulmoj këtë seli, selitve ti gjurmë nuk do të gjej. I them Edi Ramës, është mundimi madh për ne të përmbajmë qytetarët
dhe sulmet e tyre ndaj selive të krimit.